Fermerët e fushës së Maliqit kanë treguar interes për kultivimin e perimeve, duke qenë se ka pasur 3 kshitje për këto produkte bujqësore. Mario Zere është një prej fermerëve që ka zgjedhur të kultivojë spinaqin. Ai na tregon se për këtë kulturë ka interes në treg, ndaj ka menduar ta kultivojë në një sipërfaqe të konsiderueshme, prej mbi 6 dynymësh. Ka vështirësi, shumë vështirësi dhe do fuqi punëtore. E kam zgjedhur për arsye sepse ja kam marrë dorën. Edhe kam krijuar një eksperiencë të mirë me këtë pjesë. Tregë për momentin, domethënë kemi. Në moment që fillon qeshia që bëhet në zonën tonë, fillojnë dhe fugonat që çojnë qeshi në Tiranë në përrejthet, edhe marrin dhe spinaq, sepse ande është shumë nxehtë, edhe spinaqi nuk bëhet. Domethënë do kohën e saj, do freskët. Edhe këtu ja ka vështirësi për të bërë spinaqin, sepse edhe këtu korrik, gusht dhe shtator është shumë nxehtë, po e mbajmë domethënë me ujë her pas here gjatë ditës. Zere thosë se rreshtet e fundit kanë bërë që të krijojë lagështi në tokë, duke lehtësuar procesin e mbjelljes së spinaqit. Për të lehtësuar procesin e punës, ai ka krijuar vetë një makineri për mbjelljen e farës. Pas shirave kemi pritur disa ditë sa toka ka marrë një përtharje. Kemi bërë frezimin që na ka dalë domethënë në kushtet që do spinaqi. Spinaqi do tokën sa më të shkrifët. Fermeri ka zgjedhur të mbjellë një farë spinaqi, produkti i së cilës është rezistent gjatë transportit, pasi planifikon që prodhimin ta shes në kryeqytet.